Përshëndetje të dashur miq, ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin ton në Monitor TV, për të ndarë lajmet edhe ngjarjet më të fundit. Dua tashmë të ndaloj tek një dyshe, tek një çift që në fakt na ka dhënë jashtëzakonisht në Big Brother, një histori dashurie që na ka mbërthyer të gjithëve për ekrani. Një dyshe që kanë një kimi të jashtëzakonshme dhe unë në shumicën e komentimeve që kam bërë për këtë dyshe, kam thënë që janë një duo që kanë ditur të bëjnë për vete publikun, do me thënë janë të lindur për njëri tjetrin. Unë besoj shumë në Zot, kam një lidhje të veçantë me Zotin dhe e di shumë mirë që në këtë botë Zoti sjellën klone, sjellën klone edhe në dashuri, sjellën klone edhe në romancë, sjellën klone edhe në përditshmëri, në shoqëri dhe gjithçka tjetër, ku dy personazhe gjejnë rrugën e vetme, do të thënë dy personazhe gjejnë rrugën e jetës. Do të flas për Selinën edhe për Gimbon. Selina dhe Gimbo kanë qenë jashtëzakonisht shumë në fokus të publikut. Ato vazhdojnë të jenë shumë në fokus. Po bëhen pothuajse 2 muaj e gjysmë që kur ka përfunduar Big Brotheri dhe publiku dëshiron, është i etur për të ditur se çfarë po ndodh me to. Nga bëhen ato të dy, cilat janë lëvizjet më të fundit, çfarë po ndodh me Gimbon, sa kohë ndan ai me Selinën dhe gjithçka tjetër. Gimbo dhe Selina duket që kanë krijuar një marrëdhënie harmonikisht shumë korrekte dhe të lumtur. Është Selina ajo që mbështet Gimbo në rrugtimin e tij artistik, nga që është një rrugtim i bukur dhe unë e shoh që Gimbo po mundohet në maksimum të shfrytëzoj atë momentin që arriti pas Big Brotherit, dhe nga ana tjetër shoh një Selin e cila po i merr gjërat shtruar në jetë me hapa të sigurt. Tani, nga informacione që unë kam arritur të kuptoj, do me thënë Selina me patjetër që do t'jetë e pozicionuar në televizionin Top Channel, realisht do të më dukeshte budallalliku më i madh në qoftë se ky televizion, këtë vajzën të cilën e mori, e riti, e bëri në pozicionin që është, do t'ja lejonte dikujt tjetër me oratorin, me zhvillimin, me natyrën që Selin Bollati ka në aspektin e moderimit. Do me thënë, Selin gjithmonë e ka përmendur këtë pjesën që moderimin e ka gjithë shejt. Dhe do të më dukeshte çnjerëzore në qoftë se Top Channel do ta lëshonte këtë mundësinë. Por nga informacione që kam unë, Selina vërtet vazhdon të jetë pjesë e televizionit Top Channel, nga muaji shtator do të jetë e pozicionuar në një emision, do me thënë nuk është se akoma ka detaje se ku do t'jenë të pozicionuar Selina dhe disa nga ish-banorët e tjerë, por Selin, do me thënë, është duke pritur momentin e saj të artë, edhe pse është në kohën e momentit të saj të artë. Ndërsa nga ana tjetër, kemi një Gimbo i cili po punon me shumë përkushtim, po shfrytëzon këtë verën që të ketë sa më shumë mbrëmje rinore ku Gimbo do të shfaqet dhe do të argëtoj të gjithë publikun. Do me thënë, janë duke bërë një marrëdhënie korrekte, duke u munduar që të kapin të gjitha momentet e tyre. Dashuria është perfekte dhe gjërat shkojnë siç duhet.